Ndryshimet e temperaturave, veçanërisht rënja e temperaturave, rëndom rrit numrin e pacientëve të prekur nga gripi. Në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, fluksi i pacientëve në këtë periudhë është i rritur. Sa i përket gjendjes së gripit sezonal, zakonisht në këtë sezon, zakonisht me pacienta më tepër se në sezonat kalume, puna e mjekullave, puna e temperaturës ulët, edhe gjanave tjera. Mirë po, që ta shtimi raste, zakonisht me temperaturë, edhe rrjedhje të hundëve, djegësim pytit, ndonjë rast edhe kemi edhe kollitje. Doktoresha Pruthi tha se ndikim negativ në shëndet ka edhe mjegulla. Zakonisht ata që janë më të ndihshëm ndaj mjekullave, preferohet çat kohë mos më dalë, për arsye se vetëm është i ndihshëm edhe atëherë vishka rrezikohet gjendja shëndetësore. Mirë po, preferohet mos më dalë, pra megjithatë nëse gjithçka duhet më dalë, atëherë duhet të konsultohet te mjeku, edhe mas ne mbas gjendjes, edhe na preferojmë këshilla, terapinë edhe çka duhet më tepër. Ndihmë mjaft e madhe për tejkalim më të lehtë të gripit ka vaksinimi. Marrja e vaksinës të pacientët është pozitive. Përpara vishin edhe më shumë raste, mirë po tash duhet falendëruar vaksinimit, tash kemi rastet, edhe nëse jo paraqitet janë tejkalimi është më i lehtë. Zakonisht preferohet moshat shtyra, edhe ata të tjerë të cilët janë me sëmundje kronike, pse mos më marr përderisa i kemi. Duhet edhe ju lehtësohet gjendja, pra edhe mundet edhe më mira. Qendra kryesore e mjekësisë familjare në Gjakov mbetet në shërbim të gjithë pacientëve që kanë nevojë për ndihmë mjekësore nga stafi profesionist i këtij institucioni.